Këshilli i Qarkut të Shkodër zhvilloi mbledhjen e tij të radhës ku miratuar renditës mes pikave që i dhanë drejtë 1 anëtarët të Qarkut ishin ajo për disa ndryshime në buxhetin 2025 dhe planin afatmesëm 2025-2027, shtesë planin e buxhetin e Këshillit të Qarkut për vitin 2025 në kuadër të Fondit Social, miratimin e raporteve vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesëm të ardhurave dhe shpenzimeve për programin buxhetor 2026-2028, miratimin e ndryshimeve në strukturën organizative dhe numrin e punonjësve të administratës për vitin 2025 e të tjerë. Projekt vendim numër 4 përshtes planin buxhetin e Këshillit të Qarkut të Shkodër për vitin 2025 në kuadër të Fondit Social. Projekt vendim numër 5 për disa ndryshime në vendimin e Këshillit të Qarkut numër 27 datë 20/12/2024 për miratimin e strukturës organizative, kategorisë, klasave për pozicionin, pagat, numrin e punonjësve, të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civil e të punonjësve administrativ të administratës së Këshillit të Qarkut të Shkodër për vitin 2025. Projekt vendim numër 6 mbi disa ndryshime në vendimin e Këshillit të Qarkut numër 26 datë 20/12/2024 mbi miratimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut të Shkodër për vitin 2025 dhe projekt buxhetin përfundimtar 2025-2027. Projekt vendim numër 7 për miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit 2024 të Këshillit të Qarkut të Shkodër. Projekt vendim numër 8 mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve afatgjate materiale dhe aktiveve afatshkurte materiale të Këshillit të Qarkut të Shkodër. Kemi shtuar një projekt vendim për shkak se ka ardhur me vonesë nga Ministria e Financave mbi miratimin e raportit të vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të ardhurave të tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2026-2028 në nivel programi. Më qenë se jemi 2 muaj të bllokuar para zgjedhjeve për çdo lloj tenderimit dhe prokurimit, jemi edhe 2 muaj tjera në prag të hartimit të buxhetit të vitit 2026 në tetor-nënor të këtij vitit. I takojnë rreth 5 muaj të bllokuar, jo vetëm në si çak se është krejtë pa mujtë më përballu 5 muaj punë më u bë 4 investime, i bën me transferu ose me marrë investimin për vitin 2026, kur krejtë mujtë sa ti në fazën e procedurës të rrugës Rancit, e kena fut në proces për me kryu oponencën edhe lajën në Bashkinë e Shkodrës. Kemi marrë informacion të herë pas hershëm në lidhje me rrugën e Fusharzit te kryetari i bashkisë ku nuk është gati akoma oponenca, ka kryu lajën, nuk është gati me oponencën. Oponenca lajën ertimit është gati dhe Bashkia Vallëdajsit, se me prit 2026 për më kryu investimi, kur është e mujtën për më kryu direkt nga Bashkia.